Kur në vitet e 90-tat të shekullit e kaluar, dhuna serbe kundër popullsisë shqiptare në Kosovë po shkallëzohej në mënyrë drastike, turma të mëdha njerëzish po linin vendin e tyre edhe po migronin drejt shteteve evropërendimore. Në mesin e këtyre turmave gjendej edhe personazhi i emisionit ton, djaloshi që la Prishtinën në Kosovën dhe u nis drejt Gjermanisë. Jemi në fillim të vitit 1992, kur Gjermania aplikoi viza hyrëse për qytetarët e ish-Jugosllavisë, pra edhe të Kosovës. Taher Aliu arrin deri në Çeki e aty i mbyllën dyert dhe përfundon udhëtimi i tij. Por në atë kohë kur u nisa unë për me shku për zdët në Gjermani, ja fillon viza, qëtën Gjerman vizat, edhe kisha një problem që nuk kisha vizë hyrëse në Gjermani. Ella deri në Çeki, ku në atë kohë po fliste që po shkojnë njerëzit përmes Çekisë po dolin në Gjermani. Ella deri në Çeki, ku tentova me dalë në Gjermani, po nuk po të afat në nëzënën policia. Edhe të nesëme në këthyn apet në Çeki. Kur në këthyn në Çeki, më këthyn me një qytet në Çeki, për mu ishe pa njëft në Çeki, më këthyn. Elambor e gjetëm dimër. Po cili mërgjimtar shqiptar i atyre viteve nuk e gjeti një dimër sa po shkeli tokën e ujë. Edhe Taher Aliu gjeti një dimër të ashpër në kufirin çeko-gjerman. I pa shpresë, filloi të bredhë rrugëve të qytetit kufitar Varnsdorf, gjithë me një shpresë të mbështjellë në shamin e frikës për të kaluar përtej atyre maleve e kodrave, përtej të cilave ishte ajo tokë e premtuar, Gjermania e ëndrave për shumë të rinj. E takua edhe një shok të klasës me drejtën. Ai punonte në Gjermani, po i shkon për pushime në Çeki. Na jetëm janë jova 2 me to, shetitum, çka i krytja i do punë veta, mirë po ish me biznes aty. I kish do bizniset veta, edhe në Çeki, në Gjermani po i këtë sa biznis. Tu na jetë janë jova 2 me to, i por do gjona më interesojshëm më shumë, po i këtë do biznise me gjona ushqimore, me sene, në atë kohë në Çeki ndodhe që ai revolucioni për i 89-ës, ku me një mënyrë këtë për shembull nuk funksiononte sistemi i shtetit. Domthonjë kaloi për sistemit komunist në këtë sistemin demokrat. Mirë, por këta nuk ishin të përgatitur për sistemin demokrat. U kriju një farë vakumë, një farë anarkie, ku gjithë njerëzit, sikur mos me ekzistu shtetas, mos me ekzistu sistem, u ndishin me një mënyrë lirë. Edhe biznisi u bëjken qatë një. Kush nuk kontrolloj këtë, kush mundet me marrë me shit sa më shumë. Edhe me një mënyrë e poshën e çka po bojnë, fillova me qatë shokën, a i bëj këto biznise me gjona ushqimore, se në qatë ku gjona të ushqimore këta ishin kom popull i... Qysh ishin kërkesat e popullsisë? Sa kishin nevojë për gjona ushqimore? Kërkesat ishin qashtë madh që këtu shtirë me i furnizuar. Shtirë me i furnizuar. Nuk ka qenë të na me hangër me pikë na pos. Këta asë që ato si këshin pos. Edhe roba, sene, ku ta dihën këtë, na kem pos. Kush ka pos në mundësi me ble, ka ble. Ku dole, dyqane ka. Këtu dikush ka pos mundësi me ble, po s'ka pos ku me ble. Se nuk ka pos, tu s'kish pos malë, tu s'kish pos as banonë me të drejtë me hangë. Tu veç banonë me i furnizu këta, bëjshë pore sa dush. Hina në qatë biznes me gjona ushqimore, kryum që tu bleqë atje që i ka shqit që tu, fillun mu hapë tregu nga jashtë, ja nisë me furnizu, mas një vite, erdhëm i banëm gjisa mjete, lindi ideja me qelë një vetë shërbim, një minimarket, si ku kohët e nga që ishë. A kështë atëherë minimarkete këtu? Minimarkete nuk ishë në atë stilin që është di shumë në. Ishtë një farë stili i borë, me një mënyrë sikur shqitorët në për katume që ishin një lloj qasi stili. Vetë shërbimin e rregulluar në atë kohë me mundësitë më të mira që ishin, me mundësitë
modern. E bënë, kur e qelëm, na u befasun pe i kërkesa. Se këta nuk ishin pas mundësi me shku në qytet, dukun me një market me jenë me bleqë, që kishëm qaq punë që nuk në rrinjshëm me policë. Me një por farmer ka për shembull, dikush kush nuk kish mundësi me i bleqë atë farmer. Ai ta kompenzoi me një tjetër, me një punë edhe më të madhe. Për shembull me 10 por farmer ka pas rastit në një shtëpi të vjetër, ai ka humbur me çat shtëpi. Ajo shtëpi sot shembull mund të ketë ta dinë me shembull deri 100.000 euro vlerë. Po në atë ku ata nuk rregullojshin kur i kom farmer ka thënë s'po më intereson atë, po se mendojshin që mo s'ka krizë, përfundoi këtë. E u konë qasi kuhe që neve na konvenoj. Arshëm qatë shpejt të biznisi, të porët që u konë shumë e befasushme. Fillim, furnizimi për neve ka qenë që ashtu se na konë të levizshëm. Që në fillim, në teritor të qek, na slejshëm vend pashku. Ta populli jenë konë që ashtu të izolum, nishin konë që këta nuk kam posë for qarkullim. Në për qytetet mëdha. Në për qytetet mëdha, në për sene. Na e lypshëm, i gjithshëm këtu, e ofrojshëm pe qytet, mirë, por kur filloj mundi mungese, na fillum edhe pe shteteve tjera. Fillum me importu. Me Itali, me Turqi, tekstil pe i Turqis, ku ta diune, edhe pe i Gjermanis, perendimore, ka pas gjitha gjë. Mirë, po këtu ish munges për çdo sen. Tu me pru një kamion mall, këtu nuk dishe ku na mjallon. Me i pru 10 smyshe se u bëjke problem, se s'ka pas kapacitetat kufi me ishti 10 për mnerë. Gjithë kërkesa, po popullata, a kishte pare? Popullata nuk kish. Mirë, po një shtres e popullit kishin. Në qatë moment mjaftojke me gjithë vetëm një person që i mblojke gjonat që i beshëm në apushë. I marë që një ishit. Dhe më thonë, nuk kam pas gjithë, mirë, një shtres ka pas, e me që ata me punu, bodhish. Kur filloj që kjo farë biznisi, me një mënyrë fillun krejt me hinë biznis. E ardhen të porët, jo të porët e moja, po filloj një farë biznisi me një mënyrë, mas një kuë, mas 2-3 vjetë, 4-5 vjetë, u doke që ko porët bodhë. Për deri sa filloj tani edhe shteti me i forcu senet e veta, me i kërku obligimet e veta. Atyre viteve, kolonat e shqiptarëve që ja kishin mësuar gjermanisë ishin të gjata. Sfidat e paparashikuara gjatë udhëtimit të tyre ishin të shumta. Është e vërtetë që në atë ku shumë shqiptarë, sidomos mas problemi kumë shqiptarë me familje, me fëmijë, arsh, për me kalu, me qënë rrugëve, nuk kishin të holla sa do. Tani, na si shqiptarë, që ishëm ko para tyne këtu, që dishëm venin, gjishëm kishëm si, shumë ju këna ndihmë. Ushqime, sidomos une, minimarketin tem, nuk po thëmë shumë, po nuk ka pas ditë që me 10 njerëzve nuk ju kemi dhënë bukë për me mojtë shpirtin, që ashtu, se ka pas qas kërkesa ka njerë që nuk kishe mundësi as me ofru gjithë sa kishë nevojë. Mirë, po edhe na si komunitet të u organizojshëm me ju ndonë ndihmë sa kishë mundësi. Shumë shpejt zoti Aliu do t'i kop fijet e biznesit dhe nga një djalosh i pashpres, bredhur rrugëve të Çekisë, do të kthehet në një person të kërkuar dhe në një afarist të suksesshëm në disa qytete të Çekisë, atë botë në tranzicion. Mazja një ku e bleva objektin krejt, me një pjesë e bona me një market, në tjetërën pjesë fillova me rregullu një restoran, një pizzeri.
Edhe pse arrin një komoditet e mirë, prapë së prapë Zoti Aliut I mungon diçka e largët që I ka mbetur në atë dhej, e ajo është Prishtina e tij ku lindi dhe kaloi fëmijërinë dhe një pjesë të rinisë së tij. Prandaj, që në rastin e parë që I mundsohet, qytetin e tij Prishtinën e sjell në Varnsdorf, në qytetin që shtrihet mu në kufirin çeko-gjerman. Edhe mas një 3-4 vite që funksionoi ky shërbimi, ndërkohë rregullova pizzerinë, edhe prej vitit 99 dikun pizzeria funksionon deri sot. Që është pak duhet kun që një kohë gjallë, 15 vjeç që ose ku ta diune, me ndodh me funksionue një restoran pa ndru shefin, pronorin, pa ndru asë. Unë jam në qitë vend ku jam të, jam I vetmi që se në gjëtë ashtë këtë pjesë kënej kretë, jam I vetmi që e kam këtë restoran kaq kohë gjatë, edhe këtë restoran që funksionon kaq kohë gjatë. Kam shumë mështeri që kanë qenë të une, kanë shku të konkurenca, kanë qelë konkurencat, jenë inspiru njerëzit si mas lokalit tem, kanë qelë tjera lokale, I kanë tërhjek mështerinë. Mirë po, mas një kuë, apët jenë këthy, që ta mështeri jenë këthy të. Që ka do të thëtë si këtë elementi kryesor, për çka fillon më këthy njerëzit ishin, ajo mikpritja jo, si e ndju, mikpritja jo në shqiptare që I kemë gjatë në shumë. Filloj edhe të këta fillon edhe këta me ndi, se këta nuk kanë mentalitet ose kulturë tyne nuk janë kësi mikpricat në nxehtë. Këta ta bojnë një lloj mikpritje, po është për neve që shingjojmë, do të janë të ftofta këto. E na jo afroj shumë që të gjona, mikpritjet mirë, ushqimin e mirë, asi shërbimet e mira. Ju, restoranë dhe pizzerinë ju e pagëzut Prishtina. Pse pagëzut Prishtina dhe që shupret nga njerëzit këtu, shupret nga Çekën, nga vendase? Emrin Prishtina, ideja ka qenë edhe pse u duft na me lëshu, me lëshu vend, me dorë. Mirë po na ishëm me mende, me trupe, me këtë Kosovë. Tashtë nuk ishte të me ardhë me ndryshu gjonët. Automatikisht për me janë gjita emrin Prishtina këtu, janë gjita për që atë arsye se e ndisha vetën që e kom Prishtinën ofër, që jam pjesë e Prishtinës. Edhe dojsha me prezentu Prishtinën tani si dojsha me prezentu diçka temën. Nuk isha interesu me I hu këtë gjona ose me I këmë më shefë o diçka ku ta divnë. E une në qatë ku, para qatë arsye, edhe sot jem krenor që I kam këtë gjona me simbole, me firma, me këtë tonë kuën e kam pos një pjesë të Kosovës me vetë. Qatë është atë ndjenjat s'na kanë ljonë me harru, na I na kanë gjithë detyrum me ikë. E për qatë arsye këtu, neve na kanë me gjithë, e këna ndi vetën që në Kosovë. Por shuprit për vendasve kjo emër? Për vendasve në fillim, ta nuk e ka, kjo se emër nuk ju ka thonë diçka. Mirë, po gradualisht tu kanë vetë puna, se cili I ka interesuar. E tani gradualisht edhe vetë I kumë njoftu, mirë po, për fatë kështë të na që ndodhi lufta, ndodhen senet që ka pos, që s'ka pos që së konë Kosova në për media. E Prishtina u përmenë shumë vende, shumë asë. Mirë po këtu na shohim se gjithkun e ki Shqiponjen, gjithkun e ki flamurin e Kosovës, flamurin kombëtar, ki simbolja tona, shenja tona kombëtare, mund që ki këtu. Qësh ndikon kjo tek mështeritë e tu që vinë këtu? A kanë farë kundërshtimi, s'kana? Jo. Në fillim ka pos mendime, lloj mendimesh. Nuk e dish njerëzit. Nuk e dish çka mirë, po unë kam shku ka ajo prej fillimit me prezentu gjonat tona, me prezentu veten. Ku për kasën ka ve, unë jam shku në qatë mënyrë
jem prezentu prej ka vi, për çfarë komunitetivi. Për çfarë arsye ka jem shkue veten e kom prezentu si shqiptar. Se dhe jem di si shqiptar. E për atë arsye, unë nuk kom pas problem edhe me i spjegu njerëzve situatën pse qysh tek. Pse jem di çashtu kom prezentu. Je to moc dobrý podnik, moc se mi tady... Rregullisht vi këtu me vitet e tëra. Jam mysafir i rregullt i restorantit Prishtina dhe jam shumë i kënaqur me shërbimin, atmosferën e ngrohtë dhe ushqimin që na ofrojnë në këtë restorant. Në qytetin tur ka edhe restorantet e tjera, por atë që e gjejmë këtu nuk e gjejmë diku tjetër. Jo, a my jsme s tím zobeznámeni a je se tady líbí. Jo, tak jmenuji se Patrik Farlik, jsem tady asi 2 roky. Në këtë restorant punoj që 2 vjet. Jam shumë i kënaqur me pronarin dhe mysafirët. I gjithë personeli është shumë familjar, edhe ne, por edhe mysafirët ndjehemi si një familje, sepse mysafirët tanë janë të rregullt dhe të përditshëm. Prandaj edhe ndjehemi si në një familje. Ata që vijnë një herë, kthehen prapë dhe bëhen të rregullt, sepse këtu gjejnë një shërbim të mirë e të ngrohtë. Edhe sjellja e pronarëve të lokalit ndaj neve punëtorëve është shumë e mirë dhe korrekte. Sa po të hynë mysafirët në lokalin tonë, puna e parë është i presim mirë dhe sa ma shpejt u bëjmë vendin ku do të ulen, sepse shpesh herë ka shumë mysafirë dhe duhet të presin për të siguruar një vend. Por ne angazhohemi që të akomodohen shumë shpejt. Třeba plná, která bývá často plná, aby to čekání na tu pizzu bylo příjemnější. Këtu kem pas mishteri kohën e fundit, deri kohën e fundit kem pas mishteri qek. Mirë, po kohën e fundit, do të thotë vitet e fundit, 2 vitet e fundit, kam filluar edhe gjerman shumë. Arsyeja është se po ju ofrojmë na edhe ushqime të mira, me kvalitet mirë, specialitetet mira, edhe çmimet me një mënyrë janë interesante, ma të ulta se mirë, nuk do të thotë se çmimet janë e këta vinë që veç për se ka dhe tjera restorantet. Mirë po, gjitha restorantet që ka në gjënë që tu nuk shku. Edhe këtu është që e mikpritja, që të senet të Gjermon e kanë hetu minja, ta janë ma e ndin gjonat edhe ma mirë. Quhem Tomas dhe vim këtu sepse atmosfera është e mrekullueshme. Njerëzit janë të dashur, shërbimi është i mirë, ushqimi shumë i mirë dhe ndjehemi shumë mirë. Cilat specialitete të pizza, po edhe të restorantit gjellave ma tepër i preferojnë myshtëritë e ju? Myshtërit, na e kenë një kapacitet kogja të madh të heve, mirë po njihmi shumë na njohin edhe me pizza. Pizzat i pjekëm në furrë drumit, edhe i kemë shumë kvalitet, me prosh, me drum, sikur dhe nallë. Edhe këtë kvalitet e këtyne ju ka pëlqyer shumë. Ka këtu jenë mënu me bo, thash konkurencë, edhe ma jenë mënu me çdo lloj me mirë, po nuk e kanë mëri. Jenë mënu me ju imituar? Jenë mënu maksimum me na imitu me kështu që ka përmënë se këta nuk kanë posa si nuk e inspirata. Nuk i kanë ditë dësene që të na jenë konë përditshme. Neve jemi Sofra Kosovare me përfaqësinë në Hamburg, i furnizojmë disa lokale restorane në të gjitha shtetet e Bashkisë Evropiane. Një ndër ato ose një ndër numrat 1 kemi restoranin ose pizzeria Diskoteka Prishtina, e cila si përshini tash rastësisht kanë notës kanë pas material sa duhet mjaftueshëm dhe ju premtova se do t'ju vijej prej Hamburgit në çdo kohë për çdo klimë. Do t'ju furnizoj dhe tash erdha më pru prej Hamburgit. Që 10 vite do më jam në Çeki, mirë po filloj pak prej si kam marrë në Çeki, kam punu në Kosovë, në Ministrinë të Financave në Prishtinë, në administratën e tatimit mbi pronën. Mirë po sipas nevojës edhe kushteve që vllau ka pas nevojë për me bën ndihmën në restorant edhe ka pas nevojë për me ju bashkangjitë punoj si menaxher, kryesisht menaxhimin e krejt restorantit, furnizimin me mollra, mbikëqyrjen e punëtorëve e tjera, çka ka nevojë rreth punës cila i duhet. Këta ishin kënaqur kur ndëgjuan për sofrën kosovare,
edhe ne ishim edhe më të kënaqur kur erdhëm këtu dhe fillum bashkëpunimin me ta. Kemi edhe lokale tjera, por këta e kemi numër 1 për të gjithë dhe tjerëve, sepse ta shifni sot lokalin këtu se është i mbushën plotër për plot, edhe stash si shoh përpengjerë atje, është paraditja që normal lokalet në këtë kohë nuk punojnë ose punojnë shumë pak, te këta është plotër për plot. Tregon edhe furnizimin që e bojmë këtyne, se kemi disa artikuj, jo vetëm pse në kvalitet, po pse edhe këta shesin kvalitet, dhe nuk kemi një firmë në Evropë që furnizojmë ma shumë malë se sa Prishtinën këtu. Prandaj ne kisha me dëshiru të gjithë dhe tjerëve miru që ta njekin rrugën e tyne, ta njekin harmoninë e tyne që kanë edhe vllazit me zveti, po edhe me personalin që nuk e din kush se a janë djemtë të tyne, a janë vajzat të tyne, apo është një familje. Dhe sa që vi bisedoj me to, thot këtu është familja ime, këtu është prindët e mi, këtu janë vllazët e mi, këtu motat e mia. Është fjala për çek. Pra, përveç biznisit tim që e kam në këtyne, që ki domthonë ndërkohë ndihmoj edhe vllau tim, domthonë si bashkëpunim kur kanë nevojë për ndihmë, si kur kanë për shembull festa, rautet, ditëlindje, sende kur kanë ty. Në kodër të restoranit domthonë kemi edhe pjesën tjetër lokalit, diskotekën, e cila bojna rrektime ndryshme, njëherë një muj, dy javë, pa marrë parasysh festat, organizimet ndryshme. Nëse ka gabime, diçka përmirësimi, ndryshimit, rregullimi, parafërsisht në përgjithësi restoranit dhe diskotekës. Në kodët e restorantit është edhe diskoteka, në të cilën organizohen mbrëmje për rinin dhe qytetarët çek e gjerman. Vim këtu sepse ndjehemi shumë mirë dhe arktohemi mirë. Një kaptin me vete në jetën dhe veprimtarinë e bashkëdhëtarit Tahir Aliu janë edhe aktivitetet e tij kombëtare, sidomos angazhimet e tij në organizimin e protestave dhe në kuadër të fundit vendlindja thret. Aso kohë, si çdo kund tjetër në Evropë e përtej Atlantikut, edhe në Çeki organizohen protesta dhe demonstrata kundër dhunës dhe gjenocidit serb në Kosovë. Në mesin e organizatorëve të këtyre demonstratave dhe në grumbullimin e mjeteve gjendet edhe zoti Aliu, i cili nga Çekia për në Shqipëri udhton me 10 herë, sjell mjete për ushtrinë çlirimtare të Kosovës dhe në përfshatrat e Tropujes, shtëpi me shtëpi blen ushqime për luftetarët e lirisë. Aja ku si për mund, si për gjithë shqiptarët, ku do të qejnë akon, e këna ndi vetë, se kombi, jo fundi vendlidja të rëgjë, po kombi në thërë, kombi në thërë. E me një mënyrë, une u aktivova në fundin vendlidja të rëtë, për mes shokëve që ishin aktiv. Dhe bëjshëm grëmbullimin e mjetëve në Republikën Çekë. Kemi konë 4 persona që imi konë të autorizume i fundin vendlidja të rëtë për me bo të ubimin e mjetëve. Apo flasim për qytetin e ju, apo nivel Çekisë? Nivel Çekisë. Keni qenë 4 vetë? 4 vetë, ku kem majtë mitingje në për krejt qytetet e Çekisë, ku e kem ditë që ka shqiptar, kem bo regjistrimin e shqiptar, kem bledh kontributet e tyne dhe i kom dërzu edhe vetë direkt. Ku i keni dërzu ato? Gjithë i kena dërzu në Shqipëri. Ja kena dërzu personave të autorizum të fundit vendlindja thret që jenë konë aktiv direkt në front luftës. Do një e me ndikon, a ka qenë dikush ato, se kune e keni dërzu, ose... Pra, Dem Grabufti nuk konë shumë aktiv. Do më thonë, edhe atu ka qenë aktiv? Ka qenë, për ezemë, kur i këmë dërzu në porët të tjetëri person, mirë po ata minëherje kanë dërzu të Adem. Të arkatari, do më thonë? Po, ata kanë pas një rol për grëmbullimin e orme territor Çekës. Në për Çeki kem mojt mitingje, ku i kem njoftue popullin përmes komunikatën që lësheshim politikanët e Çekës. Neve, si kryetori fundin me linja thret ka qenë Yashar Sali në Zvicër, i ndjeri tash. Ai na ke marrë direkt informatat për tyne, ka pas rast edhe Yashar Sali ka qenë
në për mitingje në Qeki, ku kena mojt mitingje. Gjithashtu Mujrogova, pe Gjermanisë alke, ke mojt edhe mitingje dhe me Mujrogova. Në ato mitingje kem të bu mjete, kem përdor edhe me që molla, kem që edhe në malëzi, kem që ndihma humanitare, me kamion kem të bu, në atë ku kur ikshin prej Kosovë në malëzi. Refugjatë. Në edhe atu kena ndihmu direkt, kena që ndihma. Une sa herë që kam shku me 10 herë. Me 10 Me 10 herë kam shku në Shqipëri, gjithë kam përfundu në Tropoj. Kam ndodhë raste edhe në Tiranë, mirë po edhe në Tropoj jam shku shumë. Në Tropoj kum nejt mes luftarëve, kum po organizimet, kum po shtabe, nejt në për shtabe, për mes njerëzve që isha i dërgunte. Isha për arsye se edhe mu më vyshin informata, më vyshin me u tregu se ka pas dezinformime, ka pas gjonat. Une isha me një mënyrë zyrtaresht, më interesojshin shumë gjonat, edhe ata vetë iniciativa të informojshin, që ku jënë, që ku po shkojnë që se që ato informata na vyshin neve me konë direkt pej dorës të parë. Është ky edhe një shembull i fortë se mërgjimtarët tanë kudo që jetojnë e punojnë, përveç punëve të përditshme e të suksesshme, para botës prezantojnë edhe një copë Shqipëri, prezantojnë emrin shqiptar dhe thesaret tanë kulturor e kombëtar.